Normal që është sfidë e vështirë, Egnatia është një ekip që meriton respekt, e njohim për lojën dhe për nivelin që ka. Një ekip me shumë arma cilësor, por ne jena për rezultatin pozitiv që të ndihmojnë me shku në rrugën tonë deri titullit. Jem që do të zëvendësojnë me bindur që do të bëjnë më të mirë, do të luftojnë me 100% e tyre. Normalisht që sfida është mjaft e fortë, por në fund shpresoj që të triumfojmë ne. Unë them që në filan forë këto janë gjithë skuadrat forta dhe pak a shumë gjithë skuadrat janë me nivel shumë të mirë kontingjentit dhe ekipit. Kështu që besoj shumë që fushat do të tregojnë, gjithmonë shpresoj shumë që fiturat tanojnë ka ne, megjithatë unë e vlerësoj Egnatin se është një ekip mjaft i fortë dhe meriton respekt. E di se një gjë shumë të ballë llogari, por bashkë edhe me çunat dhe me stafin e kena diskutuar që na kena këtë ndeshje me Egnatin shumë të rëndësishme, mandena mbrapa mund të bëjmë në ata llogarinë tona se shkon në ndeshja fundit, por kena shumë të rëndësishme këtë. Llogarinë tona tam drejtë nuk na pëlqejnë se na bëjnë që me menu për llogarina dhe ne na duhet tani të mendojmë për lojën dhe unë besoj që gjithë çunat e dinë se sa rëndësishme është kjo sfidë. Çunave kena thonë nuk duhet më demoralizu, kena një ndeshje mjaft të rëndësishme me Egnatin, ato djem janë që na kanë prunë deri këtu, ata djem janë që kanë bërë me nrru gjithë njerëzit e Dashamirët e Vllaznisë dhe kështu ata meritojnë përkërjen maksimale nga gjithë, nga i pori tek fundit, të gjithë Dashamirët e Vllaznisë. Ata djem na kanë bërë me nrru, unë besoj shumë që deri në fund të arrijm atë që dona titullin. I bëj thirrje kush ketë mundësi të jetë stadium, djemt kanë nevojë për përkraje, djemt kanë nevojë për ngrohtësi, për përkraje në shkallë të stadiumit. Edhe rreth kësaj janë ta djemt që na kanë pru, jena në vend parë sa të mos harrojnë kërkush. Kapin shojnë në renditje, jena në vend parë. Jena edhe 2 ndeshje larg kampionatit, larg fundit kampionatit. Dhe do të bëjmë shumë me mojt vendin e parë. Kena thonë, pak në mojt intervistat e mia, do të luftojmë deri në fund. Për titull kampion do të luftojmë deri në fund. Edhe jena të luftuar deri në fund për titull kampion, kemi nevojë për mbështetjen e gjithëve. Për gjithë. Gjëja është shumë e mirë, me zero probleme, Problemi vetëm i joni është ata 2 djemt e dëmtuar që kanë qenë lojtar kryesor dhe po them problem se ata janë në sport. Problem tjetër 0.